Një atentat i dytë ndaj Prenk Gjinit dyshohet se është parandaluar nga policia e Shkodrës pas arrestimit të një 38 vjeçari që lëvizte me lëndë plasëse të pajisur me mekanizëm shpërthimi në distancë. Burime hetimore bëjnë me dije se në pranga ka rënë Euglen Buraku, 38 vjeç, banues në Durrës, i cili u kap pak ditë më parë në fshatin Stajk të Vautodejës. Ai lëvizte me një automjet me targa të vjetra të mbivendosura e kishte me vete një sasi lëndë plasëse lidhur me një aparat celular, i cili dyshohet se do të përdorej për shpërthim në distancë. Një element që ka forcuar dyshimet e hetuesve është fakti se gjatë ekspertimit të telefonit të Burakut janë gjetur fotografi të Prenk Gjinit, çka ka orientuar hetimin drejt pistës se objektivi i mundshëm i atentatit ishte pikërisht ai. Në kuadër të njëjtit hetim është identifikuar dhe një i dyshuar tjetër, Eduard Përgjoka, 34 vjeç, i cili është shpallur në kërkim. Gjatë kontrollit në banesën e tij në Rupik, u sekuestruan kapsulla detonatore, 11 telefona celular dhe fara kanabisi. Dy personat po hetohen për veprat penale vrasje me paramendime mbetur në tentativë, pajtje e palej armëve dhe prodhim dhe shitje narkotikësh. Prenk Gjini i mbijetoi një atentati spektakolar më 15 shtator 2020, kur automjeti me të cilin udhëtonte shpërtheu mbi urën e Selitës në Tiranë. Hetimet zbuluan se në pjesën e përparme të mjetit ishte vendosur rreth 400 gram lëndë plasëse C4 e aktivizuar me telekomand në distancë, ndërsa ai ishte në lëvizje. Pavarësisht plagëve të rënda, Gjini arriti të mbijetonte. Në atë kohë ai deklaroi para hetuesve se nuk kishte konflikte dhe nuk ndjehej kërcënuar, duke mohuar se ishte në hasmëri me persona të tjerë. Atentati i vitit 2020 u zbardh më vonë nga SPAK në kuadër të dosjes Revanshi, ku prokuroria ngriti akuzën se sulmi ishte organizuar për motive gjakmarrje. Për këtë ngjarje janë proceduar disa persona të akuzuar si organizator dhe sigurues të kushteve materiale për kryerjen e atentatit. Në këtë dosje SPAK akuzon se Elson Reçi, arrestuar më pas në Dubai me qëllim ekstradimin drejt Shqipërisë, kishte siguruar kushtet dhe mjetet për atentatin, ndërsa sipas hetimeve ai drejtonte një grup kriminal në Rrshen. Prokuroria ka bërë me dije gjithashtu se informacioni për lëvizjet e Prenk Gjinit dyshohet se i përcjellej grupit kriminal nga persona të përfshirë në rrjet. Parandalimi i atentatit të dyshuar të ditëve të fundit pritet të hedhë më shumë dritë nëse bëhet fjalë për një vazhdimsi të konfliktit që çoi edhe në sulmin e vitit 2020 ndaj Prenk Gjinit apo për një episod të ri kriminal.